Me ndryshimin e sezonit dhe të klimës, ka ndryshuar edhe sëmundshmëria në Gjirokastër. Këtë periudhë në urgjencën e Spitalit Rajonal Omer Nishani kryesojnë rastet me enteroviroza dhe gastroenterite, thot mjeku Bledar Çela, të cilëve u shndën mjekim i nevojshëm për përmirësimin e gjendjes shëndetësore. Në ditë e fundit kemi pasur shumë persona në urgjencë, domethënë një fluks në ditë me enteroviroza, me gastroenterite, me të vjella, diare, me helmime ushqimore, që janë paraqitur në urgjencë, të cilëve u shndën mjekimi i nevojshëm. Dhe mjekimi është sipas rastit, domethënë për sëmundjet më të lehta kanë marrë një recetë dhe kanë ikur në shtëpi. Në momentet që kompromentohen treguesi, domethënë tensioni, temperatura të larta, ka dehidrim, në këto momente domethënë një pjesë e tyre kanë marrë dhe një mjekim në urgjencë, por mund të them që jo çdo herë është i nevojshëm mjekimi në urgjencë me serume ose me mjekime të tjera venoze, pasi dhe ato në vetvete paraqesin një risk. Mes pacientëve që janë paraqitur nuk kanë munguar edhe turistët, fluksi të cilëve është shtuar ndjeshëm në qytet. Gjesa i periudhë kemi pasur dhe turistë, të cilët kanë ardhur me gastroenterite, me helmime ushqimore, me barë të vjella në urgjencë, të shteteve nga më të ndryshme, të cilët kanë mjekim nevojshëm, edhe janë shoqëruar pasaj me një recetë. Kemi pasur dhe hospitalizime, një pjesë që dhe janë shtruar. Ndër këshillat që vijnë nga bluzat e bardha për të shmangur këto gjendje janë konsumimi i ujit, kujdes me ushqyerjen, shmangjen e daljeve në temperatura të larta e të tjerë.